Si mund t'ja shpjegoj ritualin e kafes turke në vitet para vitit 1990, nuk e di nëse prodhet më në Shqipëri. Ky është dollapi i kafes, nuk e di kush e mban mend, brenda tij futeshin 100 gram kafe. Kishte kafe 600 dhe 900, pra 900 ishte më e mira, 100 gram 900, hidhej këtu, mbyllej dhe dollapi futej në zjarr dhe rrotullohej derisa kafja të piqej. Kini parasysh që aroma e kafes pjekur në atë kohë dëgjoi në gjithë lagjen dhe zakonisht ishte vetëm aromë karakteristike. Mbasi ishte pjekur kafja, hapej 4-5 herë shifej është pjekur s'është pjekur, e gjithë kafja derdhej në një pjatë dhe nga dollapi kalonte te mulliri kafes. Hapej mulliri, hidhej kafja kokër e pjekur, mbyllej mulliri dhe këtu ishte procesi që gjithë secili mundohej t'ia rraste tjetrit, se ishte e lodhshme, e mbante dorë më dorë gjithë shtëpia dhe mbasi kafja shtypej, pra shtypej me një nga metodat më antike që mund t'jesh, shifeni se si është, nuk e di ku në botë mund të ketë tjetër. Në Iran, në Persim qelloi herën e fundit shifja, pastaj kafja derdhej këtu dhe nga këtu derdhej në një kuti ku ishte e gatshme për t'u bërë. Kafja turke pastaj kishte proces më të gjatë. Ky ishte procesi kafes me dollapin dhe mullirin i kafes turke.